Dhimbjet e forta menstruale janë një realitet me të cilin përballen mijëra gra, por shpesh vazhdojnë të minimizohen ose të mbeten tabu në vendin tonë. Mali i Zi ka vendosur ta trajtojë këtë çështje ndryshe, duke miratuar një ligj të ri që u jep grave të diagnostikuara me probleme ginekologjike të drejtën për 2 ditë pushim të paguar çdo muaj. Nisma synon të mbrojë shëndetin e grave, të ulë paragjykimet në ambientin e punës dhe të krijojë një ekuilibër mes mirëqenies dhe detyrimeve profesionale. A duhet të ndiqet ky model edhe nga vende të tjera të rajonit, më konkretisht nga Kosova? Do flasim sot në studion e programit të mëngjesit me ginekologun Driton Prenaj. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Kemi kënaqësinë që gjithashtu të kemi në studio aktivisten Dorontina Gashi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Si dhe në lidhje direkte, mikën e programit ton, Aurora Dollenberg është doktoresht dhe njëkohësisht psikoterapiste. Mirëmëngjes, Aurora. Mirë se ju gjeta, Gonxhe. Kënaqësi që ju kam sot në këtë lidhje direkte për të trajtuar këtë temë që besoj është në interes të gjithëve. Por dua të nisi me ginekologun. Sa normale janë dhimbjet e forta menstruale dhe kur nuk duhet të konsiderohen më normale? Kjo pjesa kur nuk duhet të konsiderohen më normale varet prej edhe personalitetit edhe pragut dhimbjes vetë grus. A është të shprehme, është të shprehme në një përqindje bukur të madhe. Në realitet në mjekësi kena edhe diagnozë për këtë çështje e thirrëm si dysmenore. E kena primaret e vajzat e reja ku ka fillu, do thonë prej fillimit të ciklit menstruale deri diku rreth moshës 18 vjeçare. E kena edhe dysmenore në sekondare ku në fillim nuk ka një femën, po fillojnë dhimbjet menstruale mas moshës 18-19 e tutje, cilat mujnë me të përcjell gjatë krejt jetës sajna, do më thonë periudhën ku ka menstruacione. Dhimbjet din kajherë mu kanë jashtëzakonisht të mëdhaja, ku në raste jo shumë të shpeshta, po kajherë detyrohen me pas edhe trajtim për një psikologu për shkak minimu pak se do më thonë mundet me shku edhe në gjendje matrone dhe psiqike. Po, kur është niveli nuk mujna me edit, mujna vetëm ata shka është të na thonë se nuk është një dhimbje se mujna me e matë në realitet. Me qenë se përmende shëndetin mendor, duat flas pak dhe me doktoreshën, çfarë ndikimi kanë dhimbjet e forta menstruale në shëndetin mendor të gratë? Duke qenë që që tha dhe kolegu, dysmenorea që janë çrregullimet e ciklit menstruale është një sëmundje e mirëfillt, sepse shumë shpesh paragjykohet, Gonxhe, çrregullimet të ciklit duke sikur të jenë një çështje gruaji, një çështje gjakosje përmujore që të gjithë e kanë dhe që është një teprim nga ana e gruas dhe mbase ka probleme psikologjike dhe jo trupore. Por e vërteta është që patjetër që hormonet janë protagonistët kryesor, të cilët bëjnë që gratë shumë shpesh të kenë gjakosje më të shpesha se që duhet, të kenë, jo vetëm në shpeshtësi, por dhe në sasi, shumë herë 2 fish ose 3 fish më shumë gjakosje se që nevojitet, dhe mbi të gjithë ajo që i paralajmëron këto çrregullimet ginekologjike të dysmenores janë dhimbjet para se të fillojnë cikli menstrual, të cilat na tregojnë që në vetvete hormonet e këto gra kanë një çrregullim shumë të rëndë me pasoja trupore, që thamë që jo vetëm gjakosja, por dhe dhimbja, marrja mëndve, të vjella, të dhimbjet e barkut, fryrja e barkut, sidomos sepse kanë ndikim të drejt tek zora. Dhe nga ana psikologjike këto pacientë në periudhën e dhimbjeve menstruale kalojnë një fazë depresive dhe ankthi, sepse hormonet femërore, sidomos estrogeni, kur rritet në sasi masive, shkakton edhe çrregullime të humorit, ulje të përqendrimit, dhimbje koke të ngjashme si migrena, jo më kot shumë gra kur kanë dhimbje të ciklit, kanë dhe ataket e migrenës. Të gjitha këto bëjnë që kemi një grua e cila shkon në punë jo vetëm me humor të keq dhe me dhimbje dhe me shishe me ujë të ngrohtë në fundin e barkut, por mbi të gjitha një grua e cila është tepër nervoze dhe mund të shpërthejë nga një moment në tjetrin, gjë që edhe për punën, ambientin profesional nuk është, edhe për punën nuk është shumë suportive. Vërtet kjo. Edhe do të flas pak me Dorontinën, është pushimi menstrual një drejt që duhet t'i takoj, pra pushim shëndetësor
grave që kanë probleme të tilla të theksuara? Fillimisht më erdhi shumë mirë dhe i përgëzoj Malin e Zi për këtë vendim që e kanë marrë. Një vendim, një hap shumë i rëndësishëm, që ndoshta do t'i nxit pak edhe rajonin për këtë. Kjo është një temë që realisht flitet pak, edhe flitet me paragjykim, pak si me torp, gjë që nuk duhet të jetë sepse është proces fiziologjik apo jo doktor, edhe është normale. Kështu që është diçka që gratë përballen, domethënë vazhdimisht, sidomos ato që kanë probleme më të mëdha, kanë turp të tregojnë tek e prori, menaxheri, pronari, shefi apo kushdo qoftë. Kam edhe domethënë disa raste së fundi që kemi diskutuar, para se të domethënë pak ditë përpara këtë rast kur një kolege jona kishte pas probleme, kishte pas dhimbje të mëdha, edhe një çrregullim, kështu që pasi është bërë më e madhe ajo dhimbje e gjendja shëndetësore, e ka vendosur me i tregu menaxherit me marrë leje, domethënë me shumë turp, me shumë hezitim, por që ka qenë shumë keq, edhe realisht është shumë e rëndësishme që me u marrë seriozisht, me u trajtu, sepse edhe puna, domethënë gruaja nuk është efektive në punë kur ka problemet e tilla, nuk ka sigurisht mundësi me u koncentru në punë, edhe pse me përjetu diçka të tillë kur ka mundësi, nuk është ndaj shumë e madhe 2 ditë në muaj, nëse veç do të bëhet edhe kjo në vendin tonë. Po pse vazhdon të jetë tabu biseda rreth ciklit menstrual në vend të punës? Unë konsideroj që është tabu për arsye të mos informimit, ndoshta të mos leximit, të mos informimit si shoqëri, që nuk duhet të jetë, se kuptoj fare asun pse nga njëherë. E kemi pas edhe rastet nga e kaluara. Po sigurisht, po kemi pas tash së fundi rastet edhe këtu pecetat që kanë qenë, edhe unë kur ka pas një organizat, ato, domethënë këtë aktivitet, kështu që ose kur ju thoja adën është për të vëshën që ka qenë aja me u heq, edhe që s'po priton, pak adën po qetë, hitë s'po tanin, ma bëjë. Kjo nuk është diçka që duhet me tani edhe që është turp, sepse kjo është shumë esenciale. Edhe, do më thonë, edhe janë vajzat, fatkeqësisht, grade vajzat edhe që konsiderohen të emancipuara, të shkolluara, prap hezitojnë, nuk më duket fort në rregull, sepse është diçka që i prek vetë grade, vetë ato i prek. Kështu që shpresoj për një vetëdisim, ne si organizatë dhe jemi më shumë ndërgjegjësim edhe me vetëdisim punojmë, po sa do që duke gjendja që është mirë, po prap se prap kur i prekim vetë që thot populli gjërat me dorë, shet që gjendja nuk është e mirë, nuk është shumë e kënaqshme edhe nga vetë gratë që nuk duhet të jetë, që kjo preokupon një farë forme, sepse nuk ka nevojë me u them thojza me u turpru për diçka që nuk duhet, diçka që të prek ty çdo herë, vazhdimsi çdo muaj. Kështu që shpresoj që edhe gratë vëdisohen, por kjo sigurisht është një zinxhir, në them shpesh, është një zinxhir, domethënë me institucione, me familje, me krejt, por që secili duhet të marrim iniciativën dhe t'i thejmë barierat. Mirë, duhet flas pak me ginekologun për diagnoza që më së shpesh si fshihen pas atyre dhimbjeve të forta tek gratë. Jo domosdoshmërisht duhet me pas edhe një diagnozë tjetër përveç dhimbjes, se e thash dysmenore. Do thonë, apet ma shpesh të është thjesht dhimbja, pa një diagnozë tjetër për cilës ose pa një problem tjetër ginekologjik. Po janë edhe probleme tjera ginekologjike, pak ma të ralla se sa veç dhimbja, se e thirëm dysmenore, janë për shembull endometrioza. Endometrioza e përkitson mas shumë të pjesën e dhimbjes gjatë ciklit menstrual. Ka dhe probleme tjera, mujnë mu kanë një herë miomat, pa ato ma shumë në shkaktojnë gjakderdet madhe, në ashta se sa dhimbje ose edhe polipet. Dhe pikrisht të trija janë shkaktarët që... Cëla është edhe kjo është problemi madhë, se do më thonë, kur ki sasit madhe të gjakot, mas pare nuk je rahat me vetën tonë, me trupin tonë, të mund është edhe me pas, mund është thjesht edhe mu zhy. Edhe kush nuk danë në venin e punës ose dikun tjetër me përjetu një gjatë tjilë. Na e kena problem një herë me i hek sinonimet, pak, do më thonë, pëthuj se kërkosh asë në venin e punës, asë familje, asë kërkon nuk përmen në termi menstruacion,
ose janë ato, ose janë, do më thonë, në Shqipni e kanë zakonet, tesha, do më thonë, i kena një numër të sinonime të shprehjev tjera përveç të aman menstruacionet. Që kja është të nga penalizu, realisht është të nga penalizu mas shumëti, në qëtë rast është i penalizu vetë femnat, se nuk jena të ditë shka është problemi i sakt ose të menagjeri se e përmene dikush. Dhimë barkit. Dhimë barkit mëna me pas të tonë, për s'lup kërkosh një farmire pushim mjekësor, për një dhimë të barkut. Mundet më ka një dhimë barkut, për një dishka dhe u kry. Për të që kërë rast nuk është se e ke pi një tablet, a ke marrë një injekcion edhe përfundoj çdo gjë, do më thonë. Mundet me të përcjell me ditë, e cili problemi ma i madh prapë është pjesa e humorit edhe sa ti e aktive në punë. Do të që ka femra se e shohim, do më thonë, si të thot edhe në telefon. Alo, të edhin se që ajo është, e ka një problem me kushenja mirë në është të personin, e ka një problem me menstruacionës edhe në alo dalan. Dhe ma në gjana tjera që shka mu doke, që shka me folës. Flas pak dhe me Aurorën, se si ndikon gjithë ky presion në të gratë, në gjendjen shëndetësore, në ankth, sa e rritë anktin të gratë, dhe a i duhet edhe një presion i tillë gjatë kësaj kohë kur është duke e kaluar një fazë të rëndë të ciklit menstrual? Doktori e përmendi shumë mirë që faktikisht kjo ankth duke qenë se nuk e japim as një emër, fillon që në fëmijërinë e vajzave shqiptare. Pra edhe ky rreth që jemi këtu sot në panel, 3 gra jam të bindur që në fëmijëri kanë filluar me ato sinonimet dhe anonimizimet të një gjendje më se fiziologjike dhe normale siç është cikli menstrual, por as babai, as nëna e një familje nuk i jep emër një gjendje shëndetësore më se normale, kështu që vajza është e diskriminuar që mund ta quajmë që në diet, duke qenë që e quajnë vetëm gjini të dobët, në momentin që vjen adoleshencë dhe fillon edhe gjakosja, quhet akoma dhe më problematike, kështu që mund ta quajmë i vendosin atë vullën që mos flasim për këtë temë sepse është turp. Dhe kjo na shoqëron pastaj jo vetëm në jetën sociale, institucionale, profesionale, por krijon në atë psikologjinë tonë që ne kemi një dobësi. Burrat nuk kanë as menstruacione, funksionojnë gjithmonë, nuk kanë shtatzani, nuk do t'japin gjirin fëmijët në qoftë se bëhen me fëmijë, nuk kanë ndërprerje karriere, pra mund të shohim që ka përfitime, sidomos gjinia mashkullore nga këto turpet e grave siç është ajo e ciklit, ashtu që të ciklit menstrual. Prandaj dhe është një e nevojshme nëse do krahasoja një vajzë gjermane këtu për shembull që kanë paciente dhe vajza shqiptare që kanë lindur në Gjermani, qoftë të Kosovës ose të Shqipërisë, edhe pse kanë lindur në Gjermani ato kërkojnë falje para se të flasin për menstruacionet, ndërkohë që vajza gjermane jo vetëm që nuk ka turp, por mund të vi me babain mundësisht për ta paraqitur si problematik. Pra ka problemi i mentalitetit, është i rrënjosur shumë thellë në mentalitetin ton dhe mendoj që gjore të revolucionarizohet kjo aspekt, sepse duke i dhënë të drejtën për 2 ditë pushim në muaj gruas ose Australia, Korea, shumë vende të botës e kanë më shumë se sa 30 vite tashmë, ne i japim një status më se normal ligjor që gruaja ka të drejtë që të ketë çrregullime ginekologjike dhe mos ta harrojmë që nuk janë probleme normale. Këtu kemi të bëjmë me një sëmundje të mirëfillt në momentin që gruaja ka një sëmundje siç e tha dhe doktori endometrioza, ka çrregullime të vezoreve, pra kemi inte të mitrës të cilat përhapen pothuajse ndonjëherë në të gjithë barkun dhe kemi edhe raste të veçanta, doktori e di shumë mirë që mund të shkojë deri në mushkëri endometrioza. Që do të thotë që këto gra, duke qenë se stigmatizohen, diskriminohen, janë të sëmura dhe askush dhe nuk i viziton sepse nuk guxojnë që të shkojnë nga turpi tek ginekologu ta bëjnë një eko të barkut dhe të pjesës ginekologjike, pikërisht nga fakti që stigmatizimi, tabuizimi një gjëje kaq normale dhe shëndetësore në Kosovë dhe në Shqipëri është shumë herë më tepër se sa në vende të tjera. Mirë, doktor, sa ka raste të grave që bojnë nga endometrioza dhe a mund ta marrësh ndonjë shembull për ta kuptuar se çfarë mund të shkaktoj kjo sëmundje? Raste ka shumë. Është bukur e vështirë për disa lloje për mu diagnostiku, disa diagnostikohen ma lehtë.
problem janë kur kena të përhap me endometriozë dhe jashtë mitres, e tha do më thonë përhapen pëthuajse në krejt organet, e tha edhe në mushkni, mundet mu përhape dhe në lëkurë, sidomos mas lindjev me operacion. Kam pas për shembull raste kur endometrioza është kriju edhe në cicatrix, do më thonë të ajo pjesa plagës ku ka dal beba, ose mbi ta, do më thonë, kur të vinë menstruacionet, fillon gjakosja edhe të pjesa e lëkurës, do më thonë që ajo pjesë din me shkaktu tani gjakderdhje. Është gjakderdje normale ajo, apo është menstruacion? Normale, në kuptimin normale, po është gjakderdje e provokume prej menstruacionet, prej hormonëve cilat shkaktohen në menstruacione. Kena edhe në organet mbrëmshme, për shembull në mushkni, fillon edhe nashta pacientja pështyr me gjak. Dhe thonë është realisht e emiton pjesën e gjakderdhjes menstruale. Kje rast specifik, doktor? Po kam rast specifik, mushni jo, po për shembull në lëkurë, i vinë menstruacionet edhe fillon gjakos të lëkura poshtë barku mbi pjesën e cicatrixit ku është kry lindja. Do thonë njëjtën kohë do të me qit një pecet, një diçka se shumicën e kohës kur t'i vinë menstruacionet në ashtë tani ose 2 ditë gjakos edhe peja asaj pjese. Do të me qit një gaz, një diçka për me thith gjakun e... I ndodhë më njerë pas lindjes apo edhe më vonë? Jo, mund më ndodhë edhe më vonë, më aktivizoj e pjesë. Nuk ka të bajnë gjithë shka me lindjen, po edhe në si rast të tregova se ka të bajnë me lindjen. Jam kërështar disi si del nga ajo pjesë, kur është e qepur dhe e ka kalu ndoshta lindjen për... Lohet ajo pjesë edhe atëherë shkaktojnë gjakderdhje. E stimulon vetë gruaja? Në rastin konkret që jam të e përmen, po, e stimulon se i shkakton dhimt edhe ma lete ka atër me shpu me një gjilpon, ku me aletu vetit spaku edhe një 2 ditë dhimbjet mi pas pak ma të vogla. Dhe imaginoja një grua e tillë të dalë edhe në punë me një problem të tillë, Dorentina? Du më ndërhy një dishka, të ligjin në Kosovë neve nuk është se në ndalon si pushim mjekësor. Se na nuk e kena qështë legalizu me ditë, si kur për shembull që të rast Malizi, ose Spanja, ose e kanë Japonia, Koreja, i kanë këto. Do thonë, na i kena caktu me 20 ditë, po thojmë në vetë pushim mjekësor, edhe që ato 20 ditë i mund është mi marë. Po, kur të hupin ato, s'ki atëherë pushim mjekësor për probleme tjera. Edhe nuk mund është paraprakisht me shkru një gjendje, se që sa i paciente, dhe më thonë, kur t'i vinë menstruacionet, kjo me automatizm i takon pushimi mjekësor, po do të më shku të doktore edhe me shkru. Nuk është reguluar me ligj, që kjo është probleme. A nëse regulohet me ligj, dhe më thonë, thjesht është shumë e letë për pacientin, se e dinë se që të 2 ditë i ka të marrë me gjatë krejt vitit, një farë mënyrë s'ka nevoj më shku mu kontrolu edhe me... E proni është në DNI, dhe më thonë, kur është ligjin pyetja nuk ka qare, kështu pa e apliku edhe duhet t'jap të drejt të pushoj 2 ditë, shpresoj që... A jemi gati, sepse ne i përmendëm, doktore përmendi një rast që me të vërtet mu pak edhe më rënqethi, dhe në anën tjetër po flasim që është ende tim tabu, a jemi gati si shtet që edhe ne të kërkojmë grave të vend tonë ti takoj ky pushim menstrual? Sigurisht, pse jo? Thjesht duhet të bëhet një grup parlamentar, shpresoj që do të bëhet, sepse sigurisht që do të reagojmë edhe në shoqëria civile. Nësisht me gra se e kanë ne e dim që po, shoqëria civile ka shty shumë precise për para. Mu vjen keq shumë, e them e keqardhje, qofsha gabim, por gra deputete vendin e Kosovës nuk kanë qenë të zëshme, nuk kanë qenë shumë të zëshme sa duhet për shumë çështje, për shumë precise, për shumë nevoja të grave. Domethënë që kanë qenë shumë të rëndësishme. Nuk e kuptoj arsyen pse. Shumë rallë kanë qenë të zëshme kur kanë qenë për ndonjë politik, për partin tjetër, jenë ka për një diçka edhe që ka qenë ju shumë rëndësishme përveç që kanë qenë interes i partive, domethënë jo interes i qytetarëve, kështu që shpresoj që gratë të fillojnë të bëhen të zëshme, se vonë nuk është kur edhe ato gra po i qojnë edhe në kuvend, në ato pushtete, në ato pozita, dhe sigurisht kur je duhet të paktën edhe më një farë forme të jesh edhe dikushit të kesh edhe zërin tëndë dhe fjallën tënë. Derisa ty ke hy, ti duhet të jesh pak më vendosur edhe që zëri ytë
të shkoj pak më lartë. Edhe të bësh një ndryshim, do t'ja udhëton të jetën edhe shumë grave të tjera. Do më thonë, shpesh herë harrojnë edhe misionin, si deputetës, si deputetet në përgjithësi, shpesh harrojnë edhe misionin pse janë aty, i harrojnë qytetarët krejt, kur është interesi partijak, interesi tyre, edhe pastaj mi hub, do më thonë, edhe është shumë, si them, është shumë e pahishme, është shumë banale kur, do më thonë, sepse je person publik, je person je në pushtet, ose jo, prap je në një institucion si që është kuvendi që është shumë i rëndësishëm, edhe roli është aty edhe duhet që të ndërmarin masa, duhet të ngrisin çështje, sidomos edhe këtë çështje tani shpresoj që edhe gra deputetet të jenë më suqil në këtë rast, sepse i preket e vet ato. Edhe kështu që është tani momenti që të paktën, sepse kjo është shumë çështje e rëndësishme, siç e pam nga doktori, çfarë raste, çfarë gjendje janë, deri ku mund të shkojë gjendja shëndetësore dhe të punojnë atë gjendje është maltretim, është mundim, është e pa drejt. Kështu që unë dëshiroj që kjo pjesë, dhe më thënë, kjo nuk është private, kjo duhet i takoj shëndetit publik apo politikave publike. Edhe duhet në disa vendet botës, shumë vende ka filluar kjo ndërgjegjësim, ndërsa te ne jemi, dhe më thënë, pak mbrapa. Mendoj se ma shumë, ju si aktivista, duni me lyp të deputet burra që të me shty për para, që tanë se jam shumë i bindëm se kanë me shty shumë ma shumë se sa deputetet gra. Se mas pari mos me e bon krejt komplet çështje feministe e para. E dyta, ka gjasa se nuk e kanë përjetu nështë që ato 3 asena të pretendu me e fillu nismen me që ato 3 gra deputete nuk i kanë përjetu asnjëherë në jetën e vetë një dhimbje menstruale përveç gjakderdhjes menstruale. Edhe ashtu nuk kanë me shku për ditë në punë. Edhe besimi mundet më kanë shumë ai vogël. Besimi mundet më kanë shumë ai vogël se mundet me ekzistu në realitet. Na burrat jena të prim nëse s'kena përjetu diçka edhe na tregojnë kjo çështje nuk i me bëj besu. burrat, prandaj ata nuk po them që nuk mund ta kuptojnë, sepse Po, të drejtë morale... Ashta me kuptu se kuptojnë, po me e besu e besu. Pa dyshim. Po, e drejta morale i takon gruas me qenë se e përjeton vetë. Po, dhe në Maltezi ajo ishte deputetën, ishte nëse s'gaboj deputete e pavarur, ishte deputete që ka initu këtë çështje, ka propozu, edhe kështu që ka ardhur nga një gru. Sigurisht do të ishte shumë mirë dhe teknik nga një burr të vente, sepse është shumë njerëzore, edhe shumë rëndësishme, mirë po gjithsesi, nga kush do që të vi shpresoj që ta marrin parasysh dhe të krijohet një ligj dhe të rregullohet kjo edhe në vendin tonë. Shpresojmë edhe doktoresha paka shumë na tregon se a ndihmon kjo drejt ligjor në farë mënyrë të ulën dhe stigmat dhe të mos flasim, mos ta kemi temë tabu më ciklin menstrual në bisedat tona. Mendoj që Kosova dhe vendet shqiptare mbase ka nevojë akoma më urgjente se vendet e tjera për një revolucionarizim të tillë në psikologjinë e statusit që ka gruaja në shoqëri, që ka në qeveribërje, në vendimarrje, pikërisht sepse ne kemi më shumë prapambetje. Pra ne jemi ndër vendet e fundit në Europë ku bëhet fjalë për emancipimin e gruas dhe rolin që ajo luan në gjithë fuqinë ekonomike dhe vendimtare të vendit. Prandaj kjo do ishte një shenjë, si kundër dhe Malizi është vend i vogël, po përsërim një vendimarrje shumë e madhe dhe demokratike, që edhe Kosova dhe vendet e tjera shqiptare për t'i treguar që gruaja shqiptare faktikisht, si kundër dhe meriton, e ka të drejtën e saj legjitime që të mbrojë shëndetin. Se siç e tha dhe kolegja, këtu nuk po bëhet fjalë për një çështje thjesht etike ose psikologjike që hata mbrojmë gruan se është gjinia e dobët, bëhet fjalë që gruaja ndryshe nga burri ka barra të tjera fiziologjike. Është ajo që lind jetën, është ajo që mbetet shtazane dhe kosta e shtatzanisë e të qenurit fertil pra për të bërë fëmijë është pikërisht dhe cikli menstrual gjatë gjithë jetës, dhe duke qenë se faturat që kanë paguar gratë shqiptare me stigmatizimin, me ndjenjën e trupit gjatë gjithë jetës së tyre ka qenë shumë e lartë, mendoj që është koha tani më që këtë faturë ta çojmë në zero dhe burrat të jenë të parat ata që, siç e tha dhe kolegu, mbase mund të jetë edhe një deputet mjek ginekolog që mund ta marrë përsipër atë flamurin e mbrojtjes së të drejtave të gruas, të shëndetit të gruas në këtë rast, se i kupton dhe më mirë. E ka dhe një urin, por me të vërtet mendoj që burrat nuk janë të prekur, sepse po të ishin të prekur jam e bindur që çdo parlament shqiptar do e kishe kaluar me kokë këtë ligj, si ka bërë Japonia prej 80 vjetësh, por duke qenë se janë vetëm gratë,
përsëri duhet të jemi edhe si burra dhe si babalar, si bashorta, si vlezër, mund ta quajmë, që i kemi pasur gjithmonë një person femëror që ka vuajtur dhe vuan, sepse qoftë endometrioza, qoftë sëmundje të tjera ginekologjike, shkojmë nga 10 deri në 30 vite, pra e shoqërojmë këto grua pothuajse gjithë jetën. Prandaj mendoj që kjo është një çështje mëse nacionale që t'i mbështesim gratë që të mbeten të shëndetshme dhe përsëri të vazhdojnë karrierën e tyre. Do të kandidosh për deputet? Sepse zgjedhjet kemi shumë të shpeshta, doktor, dhe e ke mundësinë nëse do të kemi përsëri zgjedhje. Mu po s'kan, po e kisha inicu se edhe shumë tjera, sa i përket shëndetit të femnës, mëse veç krejt kohën, dhe më thonë, jam të marrë dhe krejt jeta është të më shku me shëndetin e femnës, natyrisht se edhe për mu i shkon shumë ma e letë me pas si legje, jo me taku çdo mujt njëjtin pacient për mi i dhonë, është ai pushim mjekësor 2 ditë edhe ata me fjalë të menaxherit. Unë nuk disha të tingëlloj edhe si feministe, sepse kjo nuk është çështje që duhet të politizohet apo të konsiderohet si feminizëm, po siç tha dhe doktoresha që po t'i prekte edhe burrat qysh moti do të rregullojë kjo çështje, sepse janë shumica parlamentare, janë për shembull burra në institucione, në udhëheqje, domethënë opozita udhëheqse janë burrat, kështu që do të ishte bërë, po besoj shumë, kështu që kjo nuk është toks, kjo çështje dhe nuk është private, shpresoj shumë që ta fusim dhe tek politikat publike dhe të rregullohet, sepse kjo është njerëzore, edhe është shëndime madhe dhe për gratë, është lehtësim, sepse është sëmundje, domethënë, po është e mundimshme, nuk është diçka që mund të shme t'i kalu letë. Nga vendime që shohim tek Mali i Zi për këtë ligj, nuk i përfshin gjitha gratë, pra përfshin gratë që kanë dhimbje menstruale të shkaktuara nga sëmundja si endometrioza, miomat, polipet, inflamacionet e vezorëve e tjera. A duhet ju takoj specifikisht vetëm grave që vuajnë më tepër, pra jo se cilës të grua i takoj ky pushim 2 ditor. Problemi i ligjit jam të thonë kushtimisht. Do të thonë se jo krejt femnat kalojnë me një dhimbje. Dhe në momentin se kalon me një dhimbje, atër është bëhet e padrejt sociale, se ti marrë 2 ditë edhe unë nësë jam ti marrë, atër ka mu ba edhe konflikt gjinor, se ma nuk jena të folë për një problem, jena të folë tani për një lot. Pra do të vlej vetëm për ato gratë që kanë diagnozë. Që kjo, e thash të na ekziston diagnozë, ka diagnozë, në kretë botën në realitet, edhe po vetëm do të mu specifiku, do të thonë diagnostikim para prak, kena diagnostikim para prak, edhe mu thjeshtësu si procedurë. E Mali i Zi e ka thjeshtësu qëta si procedurë. Qëto probleme ju takon pushimi 2 ditë, e ka një farmënyrë gjatë krejtë aty në vjetëve sa unë shtu trajtu. Edhe nuk është e letë faktikisht edhe me në thojgja e më të qitë me mashtru, për shkak se ti ki me pas deshte edhe kontrolat regull, ta ki me pas një histori të hapme të doktori i shpis ose të ginekologu, edhe një momenti mund është mësme e pas ma qatë probleme dhe nuk vazhdojnë s'pako as trajtimin, as nuk e vazhdojnë ma kontrolat, as nuk e vazhdojnë terapin. Po do të me pas një diagnozë caktume, përfshime do në thonë janë disa se shkaktojnë, dysmenore, unë shtani edhe problemet seve që i cekum sidomos endometrioza, se shkën me dhimta, po jo të krejtë që atëherë me të vërtet bëhet, tani bëhet një farë kaosi edhe... Se e pashtë dhe në të ligjë që e këshën specifiku vetëm për sëmundje ginekologjike, do më thënë raset më të rëndas. Por edhe zbesoj që dikush shkon për pushimi mjekësorve që është mjekësor, se ka një bazë mjekësore, nuk është pavarësisht cila o bazë mjekësore. Do më thënë gjendjet më të rëndas sepse mund të thënë statistikat këtu nëse me lejoni? Pa tjetër, doktoresh, pastaj vazhdojmë. Doja vetëm të shtoja faktin që në nivel evropian mendojmë gjithmonë që endometrioza diçka shumë e rrallë dhe prek shumë pa gra, po e vërteta është që 1 në 3 gra, pra 30% e grave vuajnë nga endometrioza në nivel evropian. Pra mund të imagjinoni në një firmë 30% e grave kanë të drejta marrin këtë, pra statistika do ndihmonte edhe gruan që mos kishte ndrojtje që ta deklaronte diagnozën, edhe punëdhënësi duke ditur statistikat që janë në të gjitha vendet evropiane, patjetër që ai jep asaj përqindje të merituar, pra 30% që të grave e dhimbjet edhe këto sëmundjet e tjera ginekologjike e kanë të drejtën legjitime pastaj se ta marrin 2 ditët pushim të merituar në muaj. Donatina, ndjes sepse ishte duke
Jo, ndesha të ndërlidhash, do më thonë me rastet që nuk shkon askush për qef të ginekologu shpesh me vizitu, se gjdo muaj, se gjdo 3 java, po që shvaret edhe prej organizmit pak, apo jo, prej shëndetit. Kështu që është shumë, do më thonë, arsyshme, është shumë e udhës dhe nuk besoj që do të reagojnë të tjerat, se kërkush nuk do me pas dhimt, apo me qenë smut, kështu që zbesoj që mund të ketë ndë një farë me kesh përdor konflikti, ishtë të ndojza në për vendet e punës, sepse do t'jesh i lumtur që nuk e dhimbje. Kjo është, do të me mendu këta, më thënë anën pozitive. Nëse e shikojmë pak Japonin, që është një nga vendet e para që një të drejtën për pushim menstrual, përdorimi praktik është goxha i ullët atje. Pra, nuk është që keq përdoret nga gratë të tjera që nuk kanë dhimbje. Këtë, të paktën po na thonë edhe informacionet që i kemi kërkuar ne. Japonia krejt e dim se është një kulturë tjetër e sjelljes, një kulturë tjetër, nivel në krejt botën është nivel tjetër e sjelljes, i mënyrës që funksionojnë si shoqëni, si shtet, si respekt. Thonë është jena të folë për kulmen e një vëdësimi shoqënor të përgjithshëm, nuk është në një përqindje të caktuar, po është pothuajse 100% dallon për i krejt vendeve tjera. Dhe ata për çet punë s'kan pas nevojë për një ligj specifik. Për me thonë, po ti ki drejt, ti s'ki drejt, se zakonisht e merr qaj se është e përjetu problemin, e tregon problemin e saktë dhe e merr. Të vendet ma pak zhvillume, në realitet ma pak të arsimume, atëherë janë këto opcionet e cilat ma shtrojnë për shamull që do me ma shamull Norvegji. Norvegjia nuk e ka specifikume me ligj decidivisht se kanë drejt, po e kanë thjeshtësu bukur shumë ligjin edhe plot gra me dhimbta menstruale thjesht jam smut. Edhe mjafton me që kaq edhe kanë marrin, do me thonë, marrin dit lira. Të disa vene, qysh nuk është pëthojmë Japonia ose Norvegjia, do me specifiku. Koftë edhe Gjermania, se ka, do me thonë, Gjermani. Unë konsideroj që atë është edhe ligje që respektohet shumë mirë gjitha ligjet, edhe nëse gën janë dëshkohësh. Kështu që nuk ka lëvërdi me fillu dhe procedurat tjera të ndëshkimit gjysor apo të drejtësisë, kështu që e din që nuk i takon edhe në të një rast edhe mund të ndodhë, mirë po, na po flasim kështu për në kushtet normale, në pjesën dërmuse. Shpresoj që të bëhet edhe tek ne, sepse është shumë e rëndësishme dhe nuk besoj që nuk do të ketë diçka do një kështu pak nasi tek të tjerat, ose do të rregullohet në mënyrë më të saktë, më të drejtë, më specifiku ligjet nene, do të thonë ligji, pastaj nenën brenda ligjit edhe e qartë, e lexon gjithkohë e din është për me shku, për me pushu apo jo. Nga praktika që keni me gratë, sa me të vërtet është shprehun endometrioza apo sëmundje të tjera, pra sa realisht ka nevojë gratë e vendit tonë të kenë 2 ditë pushim? Tena ka diagnostikim të rrallë dhe jo të sakt. Se edhe është zarë me diagnostiku në qëtë rast, mëse në te përmenë endometriozën. Shtetet e Evropës, ato e kanë shumë më të saktë, e kanë shumë më mirë diagnostikume, edhe merren shumë më shumë se sa në Kosovë, do me thonë është, e tha doktoresha, dikun rreth 30% e grave janë të prekme me qëtë problem. Në Kosovë nuk e dim, edhe është një farë mënyre edhe e shtrejt për mu diagnostiku. Shumë në shtetë nuk e ofrojnë si shërbim. Jo, se realisht për me diagnostiku gati si një endometrios do me laparaskopi. Me hina mrena me e pa komplet se nuk e kena një rezonancë magnetike dhe u kryu diagnostiku që i problem. Do thonë nuk e diagnostiku në rezonancë, ka me diagnostiku syni bashk me histopatologjin. Jo në të në rastet, po në rastet. Nuk kena shumë, nësë kena statistika, nuk mujna me e thonë, mujna munis në ashta në punën e përdeqme, minimumi janë 20% e femnave se ankohen
edhe numri unë shtu rrit. Në realitet, do me thonë, me gjeneratat e reja janë të e pas edhe ma të shprehme se sa gjeneratat më të vjetra. Jemi krejtë në fund dhe dirisa nuk e kemi një leqë të tillë, doktoresh besoj i mbetet kolegëve apo punëdhënësve që ti mbështesin, ti përkrahen dhe ti kuptojnë këto gra, apo jo? Definitivisht dhe duke e legjitimuar me anë të një ligji që këto gra i lejon që të qëndrojnë në shtëpi disa ditë në muaj, ne automatikisht e imponojmë respektin që duhet të kemi ndaj gruas dhe sakrificave shëndetësore që ajo bën në mënyrë të tillë që të vazhdojë të funksionojë qoftë në familje dhe në shoqëri ose në profesion, sepse mos ta harrojmë që shërimi final dhe i vetmi për gratë që kanë endometrioza, që kanë dhimbje të vazhdueshme është të heqë mitrën. Dhe kjo do kishte një kosto shumë të madhe për shoqërinë shqiptare, nëse 1/3 e grave nuk do bëheshin dot nëna dhe nuk do kishin dot pasardhës dhe fëmijë. Prandaj imagjinoni çfarë sakrifice sjellin këto gra çdo ditë në punën e tyre ose të paktën disa ditë në muaj kur kanë dhimbjet e ciklit, duke mos bërë këtë hap determinativ, pra heqjen e mitrës, por për hir të gjithë familjes ato durojnë dhimbjen, punojnë, kështu që mendoj që është një detyrim moral dhe shëndetësor që u kemi grave shqiptare, po flas në rastin tonë si vend, që këtë ligj ta miratojmë, sikundër shumë vende të tjera e kanë bërë para nesh. Faleminderit shumë doktoresh që bashkuar me ne në këtë temë që është në interes të opinionit publik, jo vetëm të grave, por edhe të burrave. Kënaqësi. Gjithashtu punë të mbarë. Punë të mbarë dhe juve. Dorotina, shumë faleminderit që ishte së bashku me ne sot. Faleminderit edhe juve. Doktor, kënaqësi, faleminderit shumë. Je një zor shumë i fuqishëm dhe dashur në mbështetje të grave. Faleminderit edhe për juve. Kënaqësi. Ndërkaq që shkoa tani të presim në studio kolegën time Lorena në vazhdim i parashikimi i motit. Moti sponsorizohet nga Duel. Çfarë lajme kemi sot, Lorena? Çfarë kanë parashikuar meteorologët? Lajme mjaft të mira për ata që shohin rrezet e diellit, për shkak se kemi nisur lëvizjen e diellit, po vazhdojmë të kemi vetëm motopjellet e me rrezet e diellit, ku sa i përket minimaleve në mëngjesin e hershëm kanë rënë në 17 gradë Celsius në Mitrovic, Prishtinë, Gjilan dhe në Gjakov. Temperatura mjaft të mira dhe gjatë ditës e kemi maksimalet me 34 gradë Celsius në Gjakov, Prizren dhe Feriza, e Epen e kemi me 35 gradë Celsius. Faleminderit shumë Lorena. Faleminderit aty.